Vetën le të propozon. Ko drejt, ajo është kryetor, është deputet ajo, s'është kryeministër më. Po fakti që po e mbajnë peng vendin, po e mbajnë peng kuvendin, po tollën me kuvendin duke na ftu çdo 48 orë ka 3 minuta, e duke na marrë peng kretëve se dëshirojnë me bo një person caktuar, vërtet është e pa pranueshme dhe ne bashkë duhet me dalë për kësaj situate. Hapin e parë e ka personalisht Albin Kurti si kryetar i vetëvendosjes që i takon me e propozu kandidatin. Dhe ai duhet me ndru këtë kandidat, që 5 herë provon nuk i ka votat. Nuk i ka votat as për qeveri. Sigur të kishte votat për qeveri, kishte pas votat edhe për kryetar kuvendi. Me qenë se nuk i ka, ai dështimin e tij personal, që s'mundet më bo kryeministër, po dëshiron me elan si pjesë të kësaj blokade cilën është duke bërë qëllim. Ose duhet me konstru kuvendin, ose duhet me shku drejt një marrëveshje politike, me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk ka mundësi tjetër. Jo, s'ka absolutisht, s'ka arsye me naftu Albin Kurti, nuk ka mandat me naftu. Ai është veç një deputet. Është deputet, po s'ka nevojë me naftu me marrë vesh, duhet me ardhë, me propozu dikën tjetër. Nuk po dëshiroj unë mia imponu atij kandidatin. Le të provoni, ka 48 deputet. Vetën le të propozon. Ko drejt, ajo është kryetor, është deputet ajo, s'është kryeministër më. Ajo deputet. Le të provon, na shta votojmë. Nuk besoj që voton se ka meritu me votu, ai se ka meritu edhe se meriton as ministër më konë, që jo kryetori kuvendit. Jo me nëse s'dolëm për kësaj situatë, na zgjedhur të me majtë maja në qershor. Nuk mujnë me elon vendin peng të tekeve të Albin Kurtit të Albulena Haxhiu. Kjo është e tmerrshme çka është ndodhur vendit. Që tu përfaqësojnë qytetarët e Kosovës, në çet sallë. Këtë sallë kanë marrë peng lëvizjave të vendosje dhe këta duhet me liru sallën për me përfaqësu interesin e qytetarëve për çka jemi votu këtu. Pra, mos me thonë, na e kem Albulena Haxhiun ma të rëndësishme se 966.000 vota që kanë dhënë qytetarët e Kosovës. Kjo është e tmerrshme, më thonë drejtë. Një person po del që për vetëvendosjen është më i rëndësishëm se verdikti i 966.000 qytetarëve të vendit tonë. Mirë kish me qenë me i thirë mendjes, me i thirë arsyes dhe me i thirë përgjegjësisë qytetare, lëvizja vetëvendosje edhe me ndru kandidatën. Me nxjerr një kandidate ose një kandidat që vërtet mund me kalu. Ata kanë kandidat që kalën, s'poku 2 dihen dhe i tash që ja kanë garantu votat disa nga kolegët e opozitës të kaluar. Pa me pas dëshirë për një me zhbloku situatën, kanë mujtë me zhbloku, mundën sot, mundën mas 2 dite. Me bo me thonë, po e shtin me reagu, apo këpëtën, thonë, që këta veç i shtin, thonë, jo, unë s'du. Krejt e dim që ata që kanë reagu, disa që kanë thonë, s'du, ata kanë posë insistim matë madhë se so që ka posë në Albulena Haxhiu. Që që nuk është, e jamja, po kujdesëm, mos me e tensionu situatën tutje, po me kriju zgjidhje. Jo ma shumë vota ku Albin Kurti, le të qesin Albin Kurti do. Jo le të qesin Albin Kurtin, sa i ko ma shumë vota së krejt, le të qesin ato. Që s'kalon Albini, e kanë dytin Glaukun, duke të shti dyti ma i votumi, ta në shkoj me radhë, që kjo është absurde me matë ashtu se, shikoni, vetëvendosja ka pas një numër total të votave shumë matë madhë. Dhe ka marrë shumë pak vota si përqindje votës totale të vetëvendosjes. Kjo puna e kalkulimeve është qyshte të qërnit. Ma mërë menja që mirë kishen me e provu, me nëzirë si propozim e kuronin, nuk po paragjykoj se është e blenë njëjtë asyshme në bëtët për Glaukun edhe për tjerë, se manena bumakim me thonë po ja hupi shancat, veç pëse kom thonë unë po nisajnë është i shortë, Albulena Haxhiu nuk kalën, nuk i kanë vota, nuk i kanë 57, na mujë me orë dhe 50 herë këtu, prap nuk kanë me marrë votën tonë për të. Andaj unë i ftoj edhe një herë, ndrën e kandidatën, zërën e dikën që i merë votat e dalim nga kjo situatë, hecim tutje, shkojmë edhe të konstruimi i Qeverisë Republikës Kosovës.